Sara fillon të dyshoj se bashkëshorti i saj Marku po fshet diçka prej saj. Kur ajo sheh një fotografi familjare, vëren diçka aq tronditëse saqë ndjen se nuk ka zgjidhje tjetër veç se të divorcohet prej tij. Duke dashur të ditë të vërtetën, ajo zbulon fjalkalimin e kompjuterit të Markut dhe kontrollon skedarët e tij. Pas ca kërkimesh ajo gjen një dosje të fshehtë dhe e hap. Ajo që shele pa fjalë, kur nuk e kishte pritur këtë. Lotët i mbushën syt, ndërsa kupton çfarë ka bërë Marku dhe si kjo do ta ndryshojë përgjithmonë familjen e tyre. Çfarë kishte fshehur Marku nga Sara dhe çfarë do të thoshte kjo për të ardhmen e familjes së tyre? Por përpara se të fillojmë, shtypni butonin e pëlqimit, abonohuni dhe aktivizoni zilën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni kur historitë tona të ardhshme. Sara ishte bashkë me Markun që kur ajo ishte vetëm 15 vjeçe. Dhe për këtë arsye, çifti në një farë mënyre ishte rritur bashkë. Duket se që kur u takuan, ata u afruan shumë shpejt dhe kishte një arsye të mirë për këtë. Sara e takoi për herë të parë Markun kur ajo dhe disa shoqe shkuan të kalonin kohë në një magazin të vjetër ku shumë të rinj qëndronin pa leje. Ishte një vend lokal që shpesh kishte festa që nuk binin në radarët e policisë dhe ishte shumë i njohur në qytetin e vogël. Në ato kohë, Marku kishte vetëm disa javë që banonte në atë magazin. Kur Sara dhe miqtë e saj së bashku me disa persona të tjerë mbritën atje, ai ishte shumë i heshtur në fillim dhe nuk kërkonte kontakt. Ai rinte vetëm jashtë ndërtesës shumicën e kohës asaj nate. Personat e tjerë që qëndronin në magazin për një kohë më të gjatë i treguan Sarës dhe miqve të saj se kjo kishte qenë sjellja e Markut që kur kishte mbritur. Ata nuk e pëlqenin shumë sjelljen e tij antisociale, por nuk do ta dëbonin një 16 vjeçar që nuk kishte vend tjetër ku të shkonte. Sa më shumë kohë kalonte Sara në atë magazin, atë natë aq më shumë interesoi për Markun. Diçka në pamjen e tij dhe sjelljen misterioze e tërhiqte. Ajo nuk mund t'i ndante syt prej tij dhe vendosi të vepronte. E tërhoqi Markun më një anë larg grupit për të parë nëse ai do të hapej më shumë kur të ishin vetëm për vetëm. Magazina ishte e madhe dhe u jepte shumë hapësirë për të ecur dhe biseduar, dhe Sara nuk u zhgënjye. Sa po mbetëm vetëm, Marku e la me njën aktin e tij të ndrojtur dhe tregoi interes të vërtet për të. Ata biseduan gjatë edhe pse ai vazhdoi të mbante shumë detaje rreth vetes të fshehta. Marku zbuloi se kishte ardhur në qytet nga një vend tjetër në përqarkë dhe nuk kishte ndërmend të kthehej kurrë, por nuk tha se pse apo nga erdhi saktësisht. Sara nuk u nguli këmbë për më shumë përgjigje, por ndoshta duhej të kishte bërë. Kur Sara u kthye në shtëpi, nuk mund të ndalonte se menduari për Markun. Ai qëndroi në mendje për ditë të tëra dhe ajo mezi priste ta shihte sërish. Ata nisën të takoheshin shpesh dhe ran shpejt në dashuri, por marrëdhënia e tyre nuk ishte as pak perfekte. Pas një farë kohe Sara e prezantoi Markun me familjen e saj dhe prindërit e saj e pëlqyen menjëherë djalin e turpshëm, por të sjellshëm. Megjithatë, kur dëgjuan për mënyrën se si ai po jetonte, e kuptuan se duhej të ndërhynin. Nuk u pëlqente as pak ideja e një djali 16 vjeçar që banonte në një magazin të braktisur. Pas shumë diskutimesh dhe me insistimin e Sarës, që thoshte se e donte me të vërtet Markun, ata morën një vendim të madh që do ta ndryshonte jetën e tij. E morën Markun në shtëpinë e tyre. Duke jetuar me familjen e Sarës, marrëdhënia e tyre u bë edhe më e fortë. Së shpejti, pas zhvendosjes, Marku gjeti një punë të përkohshme dhe kurse u mjaftueshëm para për të ndjekur shkollën e fotografisë, ëndra e tij për gjithë jetën. 3 vjet më vonë, ai përfundoi shkollën dhe mori diplomën për fotografi. Si dhuratë diplomimi, prindërit e Sarës i blenë atij një aparat fotografik cilësor. Me të, ai gjeti shpejt punë si fotografist dhe krijoi një reputacion të mirë për veten. Ai filloi të fitonte gjithnjë më shumë para dhe nuk kaloi shumë kohë derisa çifti arriti të paguante një shumë të konsiderueshme për një apartament të vogël ku mund të jetonin dhe të nisnin ndërtimin e jetës së tyre bashkë. Gjithçka dukej fantastike për çiftin e ri, por a ishte vërtet kështu? Ndërsa ndërtonin jetën e tyre bashkë gjatë viteve në vazhdim, disa gjëra nisën të shqetësonin Sarën. Gjëra që e kishin trazuar që në momentin që kishte takuar për herë të parë Markun dhe që ende
e ndiqnin edhe sot. Tani që kishin vite bashk, Marku vazhdonte të ishte sekretues për të kaluarën e tij dhe shqetësimet e Sarës vetëm sarriteshin. Çfarë shihte ai? Pse ishte kaq i vështirë që të fliste për të shkuarën? Ajo e kishte pyetur për këtë shumë herë, por përgjigjet e tija ishin gjithmonë të njëjta. Ai nuk kishte më familje dhe i dhëmte shumë të fliste për të. Thoshte se donte vetëm të haronte të kaluarën. Sara në fund e pranoi këtë si realitet. Marku gjithmonë kishte qenë kështu dhe me gjas nuk do të ndryshonte kurrë. Për fat të mirë, ky sekret ishte një nga të vetmet të meta që ajo shihte tek ai, dhe ajo mund të jetonte me këtë. Pas 7 vitesh së bashku, pasi kishin sjellë në jetë fëmijën e tyre të parë dhe me një tjetër që po vinte në rrugë, ata vendosën se kishte ardhur koha të martoheshin. Sara shpresonte që më në fund do të takonte ndonjë antar të familjes së Markut në dasmë, por për zhgënjimin e saj, edhe pse jo domosdoshmërisht për habin e saj, Marku ftoi vetëm miqtë e tij. Dhe jo çfarëdo miq, vetëm ata që kishte takuar pas zhvendosjes në qytet në moshën 16 vjeçare. Asnjë person nga e kaluara e tij nuk ishte i pranishëm. Megjithatë, kjo nuk e mërziti shumë Sarën. Ata kishin një dasmë të bukur dhe jeta e tyre bashk ishte e mirë, jo vetëm emocionalisht dhe në aspektin romantik, por edhe financiarisht. Marku po bënte përparime të mëdha në karrierën e tij, që kur ishte diplomuar si fotograf, reputacioni i tij vetëm sa shkonte e rritej, duke tërhequr klientë të pasur që ishin të gatshëm të paguanin shuma të majme për punën e tij. Dhe ajo që ndihmonte gjithashtu ishte fakti se Marku ishte i gatshëm të bënte çfarëdo lloj fotografie. Sara ishte natyrisht shumë e lumtur për suksesin e Markut, sidomos sepse kjo nënkuptonte që familjes së tyre që po rritej nuk do t'i duhej të shqetësohej për para. Por kishte disa aspekte të punës së Markut që e bënin Sarën të ndjejë gjithnjë më pak rehat, sa më shumë që ai merrej me to. Gjëja e parë ishte se Marku dhëtonte shpesh në përgjith vendin për punë, duke lënë Sarën vetëm me djalin e tyre dhe më vonë me vajzën e vogël për disa ditë me radhë. Sara ishte një nën me kohë të plotë dhe mund ta përballonte, por mungesa e shpeshtë e Markut po bëi gjithnjë më vështirë për të. Përveç kësaj, Sarës nuk i pëlqente plotësisht lloji fotografive që bënte Marku. Shumica e detyrave të tij ishin të zakonshme, mbulimi i ngjarjeve sportive të mëdha ose sesione fotografike me modele, por disa nga projektet e tij ishin shumë ndryshe. Marku angazhoi shpesh për të bërë foto për revista që paraqisnin përmbajtje më të guximshme. Sara kishte parë disa nga ato foto dhe nuk mund të mos ndjehej në siklet. Ajo ndjehej xheloze dhe nganjëherë edhe e pasigurt. Kishte dëgjuar histori për fotografë që bëheshin shumë të afërt me modelet e tyre. Ajo e besonte Markun, por nuk mund ta largonte mendimin për atë që mund të ndodhte. Megjithatë, Sara e mbante këto ndjenja për vete. Këto sesione fotografike paguheshin mirë dhe me 2 fëmijë në shtëpi dhe me të papun, ata nuk mund të përballonin të refuzonin punë vetëm sepse asaj nuk i pëlqente tipi i fotografive që ai bënte. Dhe kjo u bë edhe më e vërtet pas një dite shumë fatkeqe. Si çdo javë, Sara shkoi për të bërë pazar, duke blerë artikujt e zakonshëm dhe disa gjëra shtesë që i tërhoqën vëmendjen. Ajo e dinte se kishte shpenzuar më shumë se zakonisht, por kur nuk e priste atë që ndodhi më pas. Kur shkoi të paguante, karta e saj u refuzua. Pajisja tregoi fonde të pamjaftueshme. Sara mbeti e shtangur. Kjo nuk i kishte ndodhur kur më parë. Ajo e dinte që duhej të kishte mjaftueshëm para në llogarinë e tyre. Ajo provoi përsëri. Përsëri asgjë. Nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të kthente produktet dhe të telefononte bankën. Pasi kontrolluan të dhënat e tyre, banka i tha se të gjitha pagat nga llogaria e shpenzimeve ishin tërhequr atë mëngjes. Dhe ato ishin tërhequr nga Marku pa asnjë shpjegim. Marku ishte larg në një nga udhëtimet e tij të shpeshta, kështu që Sara e telefonoi më njëherë dhe kërkoi me ngul të dinte çfarë po ndodhte. Marku i tha se kishte gjetur një mundësi të shkëlqyer investimi pasi kishte folur me disa njerëz në një sesion fotografik dhe kishte pasur nevojë të vepronte shpejt para se dikush tjetër ta merrte atë mundësi. E vetmja mënyrë për ta marrë shpejt paran ishte duke tërhequr nga llogaria e tyre e shpenzimeve. Ai kishte kërkuar tashmë një transfer nga kursimet, por ajo ende nuk kishte kaluar.
Marko kur nuk kishte treguar interes për investime më parë. Ata gjithmonë kishin para për të investuar, por ai kur nuk kishte dashur të merrej me këtë dhe Sara nuk kishte asnjë ide se si të menaxhonte investimet. Përveç kësaj, diçka në lidhje me këtë investim duke shumë e çuditshme. E vetmja gjë që Marko mund t'i thoshte Sarës ishte se bëi fjalë për një startup në një fazë shumë të hershme dhe se nuk ndihej shumë për të publikisht. Kjo do të thoshte se nuk kishte asgjë për atë kompani, as online dhe as kund tjetër. Kjo ndesi sinjalet e alarmit tek Sara. Pas kësaj ngjarje, Sara u bë shumë më vigjilente ndaj gjithçkaje që Marku i tregonte. Paratë që mungonin rezultuan të ishin vetëm fillimi i një sër ngjarjesh të çuditshme që e bënin Sarën gjithnjë më dishuese. Ajo nisi të vërente mos përputhje në tregimet e Markut për udhëtimet e tija. Ai gjithmonë thoshte se fluturonte në përgjith vendin dhe rrallëherë shkonte në të njëjtin vend, por kur Sara kontrolloi rastësisht historikun e fluturimeve të tij, vuri re se ai shkonte në një aeroport të caktuar shumë shpesh. Pse do të gënjente për këtë? A kishte ndonjë klient të fshehtë atje apo ndodhej diçka tjetër krejt ndryshe, që nuk kishte të bënte fare me fotografi? Një tjetër gjë që e shqetësonte Sarën ishte sa i ftohtë ishte bërë Marku. Kur ishte në shtëpi, ai nuk ishte më aq i përzemërt pas udhëtimeve të gjata si dikur. Në fillim Sara mendoi se kjo ishte diçka normale pas disa vitesh martese, por kur i rrëfeu këtë shqetësim miqve të saj, ata ishin shumë më të alarmuar. Tani Sara ishte plotësisht e kapluar nga dyshimet dhe paranoja, dhe pastaj ndodhi diçka që e çoi gjithçka në të njëjtin nivel. Diçka që i bashkoi të gjitha pjesët e puzzle-it dhe la vetëm me një shpjegim të mundshëm. Vonë natën, ndërsa Marku ishte sërish larg në një udhëtim, telefoni i shtëpisë ra. Sara u përgjigj dhe thirrësi e mbylli menjëherë. Ajo e gjeti këtë të çuditshme dhe shkroi shpejt numrin e panjohur që shfaqej në ekran. Ajo provoi të telefononte disa herë, por çdo herë telefonata ndërpritej para se të binte rrethin e dytë. E dëshpëruar për përgjigje, Sara e kërkoi numrin në internet dhe ajo që e gjeti e tronditi. Sara zbuloi shpejt se numri misterios nuk mund të gjurmohej, por kodi zonës së tij përkonte me qytetin e Markut, ku udhëtonte shpesh. Duke mos mundur më të injoronte të gjitha këto shenja alarmi, ajo vendosi të hetonte më tej. Ajo u fut në kompjuterin e shtëpisë së Markut, duke përdorur një fjalë kalim që i kishte zbuluar fshehurazi disa muaj më parë. Sara nisi të kontrollonte dosjet e organizuara me kujdes me fotografi, duke kërkuar për imazhe të bëra pas udhëtimeve të tij në atë qytet të dyshim. Ajo vuri re një boshllëk të çuditshëm në datat, derisa më në fund gjeti në dosje me datë pas vizitës së tij së fundmi. Me duar që i dridheshin, ajo e hapi dosjen dhe ajo që pa e la të shokuar. Brenda ishin fotografi të Markut, por jo në punë. Ishte me një tjetër familje, një grua dhe 2 fëmijë që ajo nuk i kishte parë kur më parë. Vetëdia e saj që po shihte e goditi si një gur i rënd në krahëror. Marku kishte jetuar një jetë të tyfisht. Paniku e pushtoi ndërsa mendimet i vërshuan në mendje me shpejtësi. Kush ishin ata? A dinin ata për të dhe fëmijët e saj? Sa kohë kishte ndodhur kjo? Sa herë kishte qenë Marku me ta ndërkohë që asaj i thoshte se ishte në punë? E tronditur Sara nuk dëshironte asgjë tjetër veç se të përballej me Markun. Por ajo e dinte që një bisedë e tillë nuk mund të ndodhte përmes telefonit. Ajo qëndroi zgjuar gjithë natën. Mendjen e kishte të mbushur me tradhti. Priste ditën e nesërme që Marku të kthehej në shtëpi në mënyrë që t'i kërkonte të vërtetën përballë. Sara i kishte përkushtuar jetën e saj Markut për më shumë se 7 vjet. Por gjithçka u shem kur zbuloi fotografitë e tij me një grua tjetër dhe 2 fëmijë. E bindur se ai kishte një jetë tjetër të fshehtë, ajo bëri gati valixhet, mori fëmijët dhe shkoi në shtëpinë e një shoqeje për të qëndruar. Sapo Marku u kthye në shtëpi, ajo e përballoi menjëherë. Marku përpoqi të shpjegonte, por Sara refuzoi të ndëgjonte dhe i tha se do të kërkonte divorcin. Në ato momente kur ajo ishte gati të largohej, Marku me dëshpërim e zbuloi të vërtetën. Ai kishte një vëlla binjak. Në fillim Sara nuk e besoi,
por ai tregoi një detaj në fotografinë që ajo kishte humbur. Burri në fotografi kishte mungesë të një gishti. Pastaj Marko pranoi se kishte mbajtur një sekret të madh. Vëllau i tij binjak, Erik, kishte ndjekur një rrugë të errët në jetë dhe kohët e fundit kishte përfunduar në burg. Duke ndjer faj, Marko kishte ndihmuar fshehurazi gruan dhe fëmijët e Erikut, çka shpjegonte udhëtimet e tij të shpeshta dhe tërheqjet misterioze të parave. Ai e kishte mbajtur këtë të fshehtë nga Sara për shkak të turpit dhe frikës. Ai kishte frikë se nëse ajo do të mësonte për të kaluarën e tij familjare, do ta braktiste. Sara mbeti e shokuar. Marko nuk kishte qenë i pabes, por ai e kishte mashtruar për vite të tëra. Tani ajo duhej të vendoste nëse mund të besonte sërish ndonjëherë. Ajo që në fillim dukej si një jetë e tyfisht, në të vërtetë ishte një përpjekje e fshehtë për të ndihmuar vëllain e tij binjak, Erikun, të cilin Marku nuk e kishte përmendur kurrë më parë. Marku dhe Eriku kishin pasur një fëmijëri të vështirë. Eriku kishte hyrë shpesh në telashe dhe prindërit e tyre ishin të përfshirë në aktivitete të dyshimta. Duke dashur një jetë ndryshe, Marku kishte lënë shtëpi në moshën 16 vjeçare për të nisur një jetë të re. Ndërkohë, jeta e Erikut kishte rrëshqitur gjithnjë më shumë në rrugë të gabuara, që përfundimisht e çoi në burg. Para disa muajsh, si një shkelës i përsëritur i ligjit, Eriku ishte dënuar me 5 vjet burg, por kishte shprehur dëshirën për të ndryshuar dhe për të filluar nga e para. Ai ishte lidhur me Markun për ndihmë dhe pavarësisht distancës dhe viteve të heshtura, Marku kishte pranuar. Për të mos lejuar që Sara të zbulonte të kaluarën e tij të dhimbshme familjare, ai e mbajti gjithçka të fshehtë. Paratë që mungonin në llogari ishin përdorur për të paguar garanci për lirimin me kushte e Erikut dhe për të ndihmuar të bëjë një fillim të ri. Pas daljes nga burgu, Eriku gjeti shpejt punë si pastrues dhe u dashurua me një grua të divorcuar që kishte 2 fëmijë. Në vizitën e fundit të Markut, ai kishte bërë një sesion fotografik të Erikut me familjen e tij të re. Pikërisht këto ishin fotografitë që Sara kishte gjetur. Telefonata e vonë e natës kishte qenë nga Eriku, i cili po kërkonte një foto, por që kishte qenë i dehur dhe gabimisht kishte telefonuar në shtëpinë e Markut. Megjithse e tronditur, Sara e pa që Marku kishte prova për gjithçka. Kishte vetëm një mënyrë për t'u bindur plotësisht. Ajo duhej të takonte vetë Erikun. Takimi i tyre ishte i tensionuar, por i sinqert. Të dy, Marku dhe Eriku, kërkuan falje për mbajtjen e sekreteve. Edhe pse Sara ishte ende e lënduar, ajo e kuptoi frikën e Markut që ajo mund të kërkonte të ndërhynte në të kaluarën e tij. Me kalimin e kohës ata rindërtuan besimin dhe familjet e tyre u afruan me njëra tjetrën. Ironikisht, fotografia që gati shkatroi martesën e Sarës tani qëndron e varur në dhomën e ndenjes së Erikut, si simbol i një fillimi të ri dhe një histori të vërtetë që ndonse e mbuluar nga sekrete përfundoi me pajtim dhe forcim familjar.